Kurani dhe uji, dobi dhe shërimi. Kurani si fjalë e Zotit dhe uji si bazë e jetës janë pastërti dhe mrekulli në vete. Ne mund ta përmirësojmë shëndetin nëse bëjmë disa ndryshime të vogla në mënyrën e jetesës. Një nga ndryshimet më të rëndësishme është të përqafojnë fuqinë e ujit. Shumë njerëz kujdesen për ushqimet që duhet të konsumojnë, duke menduar për çdo detaj, por harrojnë që ashtu si ushqimi, uji ka një rëndësi të veçantë për trupin e njerëzit. Gjatë verës një njeri pi 400% më shumë ujë se sezonet të tjera. Prandaj është e rëndësishme që të kihet kujdes me zgjedhjen e tij. Në mënyrë që trupi juaj të mos ketë shqetësime, duhet të konsumoni të paktën 1,5 litër ujë në ditë. Nëse konsumohet më shumë, thon studiuesit, atëherë është edhe më mirë, pasi ndikon në tretjen e shpejtë të ushqimeve dhe ndihmon stomakun lukthin gjatë këtij procesi. Ata që djersiten shumë, ata që shpesh janë në lëvizje e udhëtim, duhet të llogarisin se duhet shtuar sasia ujit deri në 3 herë. Etja shkaktohet kur trupi ynë ka humbur më shumë se 0,5% të peshës në formë të ujit, që do të thotë se një person që peshon 70 kg ndjen etje pas një humbje prej 350 ml të ujit. Shkaktari shpesht i dhimbjeve të kokës është uji i pakët në organizëm. Uji ndihmon që të humbni në peshë, pa marrë parasysh se ç'lloj diete mbani. Uji nuk përmban kalori, por ndihmon në harximin e energjisë. Edhe ujin e bën bazë të jetës, se çdo sendi, a nuk besojnë. Zakonisht rukja apo leximi me Kur'an, duke i fryrë ujin, e ngjall ujin dhe jep vetia tij. Po kush është krijuesi i ujit? Sigurisht që Allahu, Zoti i gjithësisë. Ujërat vijnë nga malet dhe burimet si dhe nga shiu dhe ngjallin gjithçka me lejen e Allahut. Thuhet se pejgamberi alayhis salam, kur binte shi e hiqte nga trupi xhyben, në mënyrë që shiu t'i binte në supë dhe kraharor. Ai donte që ta ndjente mirësinë e ujit dhe begatinë e Allahut, që po e dërgonte me shi. Kur ne lutemi me Kur'an, aty ka shumë ajete sure që therasin për mirësi e bekim, shërim, udhëzim e mëshirë, si për shembull, a e shihni ujin që po e pini? Jo lëshoni atë prej reve, apo jemi ne që lëshojmë? Sikur ne të dëshirojmë e bëjmë atë të njelmët. Atëherë përse nuk falenderoni? Dihet se uji sipas shkencës shëron me qindra sëmundje që njeriu nuk mund të jetojë pa ujë. Por kur lutemi me ajetet që Allahu të na shëroj dhe falenderojmë për mirësitë e tij, ai i madhërisht na begaton me mirësitë e ujit dhe ujin e bën ilaç e shërim për besimtarin. Kurani është pastërti dhe uji është i pastër. Pra, pastërtinë e katror, siç i thuhet në gjuhën e një matematikani, që zbaton formulat në katror ose 2 herë mirësi. Imam Katade thot: ruajtja e jetës së të gjitha krijesave vjen përmes ujit. Allahu i madhëruar thot: ne lëshuam ujë me mas nga qielli dhe atë përqendrojmë në tokë. Por ne kemi mundësi dhe ta humbim atë ujin. El-Mu, minun 18. Ky ajet flet për një nga begatitë më të mëdha që Allahu i plotfuqishëm u ka dhuruar krijesave të veta. E kjo është uji, pa të cilin nuk mund të jetojnë njerëzit, as edhe për një javë, gjithashtu as kafshët e as bimet. Në këtë ajet thuhet se Allahu i madhëruar ka caktuar që uji të jetë në tokë, në mënyrë që njeriu të mund të shfrytëzojë atëherë kur ai ka nevojë për të, duke hapur pusa apo duke nxjerrë atë në mënyra të tjera. Gjithashtu Allahu i madhëruar disa ujëra ja ka lënë në dispozicion njeriu pa gërmime. E ato janë lumenjt, burimet, liçenet, detet dhe të ngjashme. Allahu i madhëruar është në gjendje që ujin që është në tokë ta zhduk. Ky është një paralajmërim dhe një kërcënim për njerëzit, në qoftë se ata nuk janë mirënjohës për këtë, prandaj duhet i këndojnë, nderojnë mirësive Allahut, si dhe për të mirat e tjera, sepse mund t'i godasë thatësira, që si rezultat do të ketë pasoja të rënda për njerëzit, kafshët dhe bimet. Në këtë kontekst, Allahu i madhëruar thot: thuaj me tregoni nëse uji juaj humbet në thellësi. Kush do t'ju sjell ujë mbi toksor, burimor? Imagjinoni njeriu të rinte pa e larë trupin me ujë, se sëmundje vdekjeprurëse do ta godisnin. Prandaj besimtari lahet dhe pastrohet, se pastërtia është gjysma e imanit, besimit, tha i dërguari ynë Muhamedi alayhis salam. Allahu i do ata që pendohen dhe që pastrohen shpesh.
Teube 108. T'ja shuash etjen një të eturi është një nga veprat më të mira që besimtari mund të bëj. Është pyetur Abdullah ibn Abazi, se cila është sadakaja më e vlefshme, e ai tha uji. A nuk e keni lexuar ajetin e Kuranit në të cilën banorët e xhenemit kërkojnë ndihmë nga banorët e xhenetit duke thënë: banuesit të zjarrit i therasin dhe i lusin ata që në xhenet duke u thënë: na jepni diçka për jush apo nga ajo që u ka furnizuar Allahu. Se mbaruam nga etja. Ata në xhenet thonë: Allahu i ka ndaluar që të dyja këto për jo besimtarët. Ebu Hurejre transmeton se pejgamberi ka thënë: në një rast një grua e përdal duke udhëtuar e kishte kapur etja madhe. Ajo arriti te një bunar, zbriti dhe piu ujë. Kur doli nga bunari, ajo pa një qenë i cili për shkak të etjes së madhe po lëpinte pluhur. Atëherë ajo femër tha: edhe këtë qenë e pas ka kapur etja ashtu si unë. Atëherë ajo përsëri zbriti në bunar dhe mbushi këpucën e saj me ujë. E kapi me dhemë dhe u ngrit nga bunari dhe i dha ujë qenit. Allahu për këtë falenderoi dhe ja fali mëkatet kësaj femre dhe e futi në xhenet. Pastaj sahabët e pyetën: o i dërguari i Allahut, a kemi shpërblim ne kur u japim ujë kafshëve? Ai u përgjigj: për çdo krijesë të gjallë keni shpërblim, kur jepni ujë, kur e ushqeni dhe kur silleni mirë me to. Buhariu. Gjatë leximit të Kuranit u japim shpesh ujë të pastër njerëzve të cilët kanë magji ose ngacmime nga xhinet. Ku dihet se flaka shuhet me ujë dhe xhinet pabesimtar e shejtan të krijuar nga flaka s'mund të adurojnë pastërtinë e fjalës së mirë dhe ujin e pastër me pastërti. Kam dëgjuar e parë me sytë e mi sa ata njerëz që u bën me shejtanin apo xhinet pabesimtar u jepnin ujë të papastër dhe ujë xhenazeje njerëzve, si dhe ujë me pislek për të arritur qëllimet e këqija. Zoti na ruajt, por ai që i shmanget pastërtisë e fjalës së mirë turret si egërsira në balt, plehra e lum. Ai që njollosi shpirtin u bë prej e papastërtisë, qoftë fizike dhe qoftë metafizike. U bë njësh me shpirtin e pabindur e u ligësua, duke u mashtruar nga intrigat e shejtanit të mallkuar. Prandaj këndimi i Kuranit të qetëson dhe ujë të pastron e shëron, ndërsa aroma Kuranit me zë e me veprim të ngjall shpirtin, trupin e zërin. Prej studimeve theksojmë se 70% e sipërfaqes së planetit ton është me ujë, 30% është tokë. 70% e shiut që bie në tokë, ndërsa 30% bie në dete dhe 70% e trupit të njeriut është ujë. Në atë shi që lëshon Allahu nga lart e me të ngjall tokë pas vdekjes së saj. Pra ujë që ngjall tokën, dhe kushdo gjë nga vdekja e kthen në jetë, a thua vallë dhe nuk mendoni se kur uji t'i këndohet me fjalën e Allahut, me dua e lutje nuk do të bekatohet uji. A mendoni pak, uji e ngjall tokën dhe gjithçka, prandaj uji duhet ta dini se ngjall dhe organizmin e njeriut dhe ka veti kurative të jashtëzakonshme. Bimet të marrin ujë nga toka nga ana e saj, përfaqëson një kompleks lëndësh organike dhe grimcash dhe jo të vështira nga një cip ujë dhe lëndësh, mineralet të tretura në ujë. Hapësirat e mëdha ndërmjet këtyre grimcave janë të mbushura me ajër. Në këto hapësira të tokës depërtojnë qindra dhe mijëra qime rënjore, si dhe disa zgjatime fjezore, këpurdhore, që quhen mikoriza, të cilat dalin nga qelizat e sipërfaqes së rënjeve. Me këto sipërfaqe të madhe të krijuar nga qimet rënjore dhe mikorizat, rënjet mund të thithin nga toka sasi të konsiderueshme ujë. Zoti në Kuran për rolin e ujit në zhvillimin e bimës thotë: e ti e shë tokën e tharë të vdekur, e kur ne ja lëshojmë asaj ujin, ajo gjallërohet, shtohet dhe nga të gjitha llojet rrit bimë të këndshme. Njeriu i ngjan bimës, ai ka nevojë për ujë dhe fjalën e Zotit, si dhe ushqim shpirtëror, pastrim dhe rikthim me meditime ajete e mesazhet që Zoti i Madhërisëm ja kumton përmes Kuranit famlart. Ku dihet se ky amanet, kjo porosi ju dha njeriut në përgjithësi, si përgjithësi, duke lënë me këmbës në tokë. Disa nga dobitë e Kuranit dhe ujit janë: Kurani dhe uji luajnë një rol shërues të trupi njeriut. Uji pastron zorët, aparatin tretës dhe tërë trupin. Kurani qetëson shpirtin. Uji dhe Kurani
me lutje shuajnë e dëbojnë sulmet e shejtaneve, njerëzve dhe gjineve pa besimtar. Uji pastron duke na mbrojtur me gusul, pastrim të tërë trupit dhe me abdest para namazit. Uji pastron trupin, rrobat, ambientin ku jetojmë, si dhe eliminon viruset e bakterjet, dëmshme në përgjithësi. Pa ujë dhe Kuran, s'ka jetë, krijuesi i ujit e bëri bazë jetë uji dhe zgjidhje për ne ujin dhe fjalën e tij në Kuranin famlart. Kurani dhe uji janë pastërti, uji shëron anën trupore fizike, ndërsa Kurani atë shpirtërore metafizike. Kurani ka ajete për ushqimet shëruese, por na tregon dhe vetitë shëruese të ujit. Pa u pastruar me ujë e abdest ose gusul, nuk mund ta prekim me as Kuranin. Pastrimi i shpirtit me Kurane ajete qetëson dhe urtëson njeriu nga agërsia dhe vrazhdësia. Uji e shuan etjen ashtu si Kurani që zbut egon dhe zilin ku dihet se zilia dhe magjia janë vëllamotër. Aty ku ka ujë, ka dhe shenja jete, ka qetësi e rehati, dhe së bashku me Kuranin, ato na udhëzojnë në drejtësi e shërim, dhe që të dyja kanë rol madhështor në jetën e njeriut. Uji pihet me emrin e Zotit dhe pasi ta përfundojmë, ne falenderojmë për këtë begati që Allahu na dha, që të pastrohemi, të gjallërohemi dhe të qetësohemi me ta.